Në ditën botërore të shëndetit mendor, vëmendja është përqendruar tek rëndësia e kujdesit ndaj gjendjes emocionale dhe psikologjike të individit, një aspekt shpesh i neglizhuar, por thelbësor për mirëqenien e përgjithshme. Në këtë ditë simbolike, mjekja psikiatre Nikolina Bode nga Korça thekson se gjatë viteve të fundit është vërejtur një rritje e ndjeshme e numrit të personave që përballen me probleme të shëndetit mendor, duke përfshirë gjithnjë më shumë të rinj dhe fëmijë. Fenomeni, sipas saj, po shfaqet në moshë gjithnjë më të hershme dhe po lidhet ngushtë me ndryshimet sociale, ekonomike dhe familjare që po përjeton shoqëria. Ne vëmë re në punën tonë që ka rritje të personave që vuajnë probleme të shëndetit mendor, krahasuar me vitet më parë, ulja e moshës së fillimit të problemeve të shëndetit mendor, pra gjithmonë më shumë ne kemi të rinj dhe të vegjël që vuajnë këto probleme. Sipas të dhënave botërore, më shumë se 1 në 4 persona përjeton çrregullime të shëndetit mendor, ndërsa pjesa më e madhe e tyre nuk kërkon ndihmë profesionale. Statistika botërore flitet që më shumë se 1 në 4 persona vuajnë probleme të shëndetit mendor dhe në personat që vuajnë këto simptoma, 70% nuk trajtohen. Pra merr trajtim një pjesë e vogël. Dhe kjo për shkak të shumë arsyeve, për shkak të distancës dhe të kostove që ka në zonat e largëta me qendrat e specializuara dhe profesionistët, është një nga faktorët. Mungesa e profesionistëve në të gjitha institucionet dhe vendet ku duhet, sepse duhet të përfshihen në të gjitha institucionet publike, profesionistët e shëndetit mendor, psikologu, këshilluesi emocional, dhe këto janë mungesa, në krahasim me kërkesat për nevojë, mungesa e institucioneve rezidente për kërkesat në rritje të personave vuajtës të problemeve të shëndetit mendor të vetmuar, që kërkojnë suport dhe staf psikosocial, dhe një ndër arsyet e tjera është fshehja e problemit, mbajtja e fshehtë e simptomave të pagjumësisë, të ankthit, të depresionit, të çrregullimeve të oreksit, po përmend më të thjeshtat, të cilat sjellin pasoja të rënda të shëndetit mendor. Në qendrën ku punon mjekja Bode, çdo ditë kërkojnë ndihmë nga 10 deri në 15 persona. Numër që tregon rritjen e kërkesës për shërbime psikiatrike dhe psikologjike. Po mesatarja ditore varion gjatë ditëve, 10-15 persona në ditë kërkojnë ndihmë për probleme të shëndetit mendor. Niveli i ulët social-ekonomik, që lidhet kjo edhe me krizat familjare dhe sociale, papunësia, personat e vetmuar, emigracioni e ka thelluar këtë pjesë dhe ka zbehur lidhjet e forta familjare, për moshën e tretë është kjo me theksuar, dhe familje me persona të afërt në distancë, të cilët kanë probleme sociale dhe ekonomike. Kategoria e personave që kanë probleme me varësitë, me substancat dhe përdoruesit e teknologjisë, që janë moshat e grup mosha e hershme, fëmijët, të cilët preken nga problemet e shëndetit mendor dhe është ulur mosha e fillesave tek kjo grup moshë e problemet të shëndetit mendor. Një tjetër shqetësim në rritje janë rastet e fëmijëve me vonesa në zhvillim dhe në të folur, që tregojnë se shumë prindër, ndonse të pranishëm fizikisht, mungojnë emocionalisht në procesin e rritjes dhe edukimit të fëmijëve të tyre. Fenomeni lidhet edhe me përdorimin e hershëm të teknologjisë, që shpesh zëvendëson ndërveprimin e drejtpërdrejtë mes prindërve dhe fëmijëve. Unë do ta filloj hershëm problemin me çrregullime sjellore fillimisht, apo me vonesat e zhvillimit. Vonesa në të folur, vonesë zhvillimi, fëmijë që flasin anglisht kanë parë dhe nuk flasin shqip, në familje shqiptare me prindër shqiptar që flasin anglisht dhe nuk flasin shqip. Dhe kjo më ka çuditur së fundmi, çka do të thotë që prindrit janë fizikisht, po jo emocionalisht pranë rritjes dhe edukimit të fëmijës. Në këtë ditë ndërkombëtare, mjekja Nikolina Bode nënvizon se kujdesi për shëndetin mendor është pjesë e kujdesit për jetën dhe mirëqenien e çdo individi. Ajo apelon që shëndeti mendor të mos shihet si tabu, por si një pjesë e pandare e shëndetit të përgjithshëm, sepse të kujdesesh për mendjen do të thotë të kujdesesh për veten, për familjen dhe për shoqërinë.